por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi I rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Nga 2020 e këndej, fillimisht Slovenia dhe së fundmi, në 3-4 vitet e fundit, është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pra, vendi ka poburon energjia elektrike, të cilën konsumatorët e Kosovës po e përdorin, është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Danimarka. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Më pak se 1%, I lutem, këto janë të dhënat që I kemi marrë deri dje. Por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi I rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Pretendimet nga kolegët opozitarë që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë E një propagande të ndytë që ata kanë njekur që nga viti 2021 kur ne kemi ardhur në pushtet. Ata nga 2008 deri nga koha kur ne kemi ardhur në pushtet është importi I energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominu. Importi I energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent. Furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur ne kemi ardhur në pushtet. Që të pyes kolegë që I ka afër LTK-s, që kanë shkruar dhe kanë influencuar kontrata me Vukamovicin, gjatë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vukamovici. Kontrata një burimore, siç kanë dëshirë LDK-ja të referohen, me Vukamovicin, janë nështruar që nga viti 2008 dhe ideja totale deri në vitin 2013 kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos është në vlerë për 141 milion e 489 euro. Pra 141 milion euro përmes kontratave, një burimore është përzgjedhur Vukamovici përfshirë